Corriero e la Susanna secreta ambasciatrice non sarà Figaro il dice vous changez de climat vous changez de climat depuis le triste hiver depuis l'orage c'est pas seulement vous changez de voyage mais vous revenez vraiment mais votre destinée
Kur shohim artistat tanë që kanë mbi 5 dekada, janë në performimin e pianos dhe këto tingut e bukur sot që i ndëgjuam, këto performimet e këngëve të bukura që i ndëgjuam sot, na erdhë nga zonja Hermina Gjoni. Sa kënaqësi, kur do të ndalesh ti? Duket nuk do të ndalesh kur? Mund t'i bëj gjithjetër. Sa Gjithjetër. ke frymë. Ju keni filluar kur keni qenë 7 vjeçë. Që 7 vjeçë kam fillu pianon me profesor të një Ngurazion, më vonë kam hyrë në lice artistik po me këtë profesor, edhe më vonë kam pas profesorin nga Kina, Chen Bingan, nga konservatori i Pekinit, tamam i Pekinit, edhe kam bë graduation me ato. Ju nuk keni vetëm atë që bini pianos, ju keni edhe motrën. Po, edhe motra i bie pianos, edhe vajza pianos, edhe djali ka bë piano, të gjithë në shtëpi. Si e ndjeve sot veten këtu në këtë vend të bukur, në këtë sallë, në këtë performim, si duket vetja çdo herë që del nëpër skena? Neve kemi bë shumë koncerte këtu, me artistë të ndryshëm, me violinistë, me këngëtarë, gjithmonë në sallat ndryshme, se këtu ka shumë salla, National Opera Amerika. Edhe gjithmonë kemi pas sukses. Ka qenë një kënaqësi e madhe. Që sa vite jeni në Amerikë këto? Jam rreth 28 vjetë. Për këto 28 vite, a mundet të studiosh edhe disa nxënësa? Ka ndalë? Po, kam pas nxënësa, bile një nga ato nxënësat është ky baritoni që këndoj sot. Maritoni me juve ka kënduar, Po, Maritoni ka kënduar me juve, e mbaj mend para shumë viteve. po, Si fëmijë vogël ai ka vazhdu me juve. ka vazhdu, ka qenë edhe një këngëtare tjetër, tash është në Juilliard School, Fiorella Miria, edhe ajo me mua ka studiu gjithkohën. Jam shumë e kënaqur që kanë shku me competition edhe kanë arrit, me konkurse kanë arrit maksimumin. E di se keni punuar edhe pak edhe me Invamulën. Po, Sa performime kam të mëdha. qenë në Shqipëri, me Invën kam. Po vi që unë e Ajo, maj mend, në vitin 2016, Po. kemi qenën së bashku edhe aty ka kënduar Invamula, kurse ju keni bërë performimin me piano. Disa herë kam pas koncerte me Invën. E kemi fillu që në Tiranë, bile ajo ka këndu Oscar nga opera Ballo in Maskera. Edhe unë i kam ra Chopin diçka. Atëherë do ta bëj një pyetje që mendoj që askush nuk ta ka bërë, do ta bëj unë sot. Stili yt i flokëve kur nuk ndryshoi, për shumë vite të tëra. Se nuk di të bëj ndryshe, këto janë flokët, kështu i kam marrë gjithë jetën. Nuk di, po disha ndryshe, do të bëjsha ndryshe, po gjithë jetën kështu. Unë ju kam parë edhe ju kam ndjekur për shumë vite të tëra, gjithmonë kjo bukuria juve, kjo ato duar të arta, të gishtërin të arta, kur nuk u ndalen edhe vetëm performim të bukur, edhe tinguj të bukur me pianon e bukur. Kjo është një fenomen i madhësht. Faleminderit, po piano do përkushtim. Nëse nuk përkushtohesh, nuk arrin. Edhe duhet komunikosh me spektatorin, me shpirtin e tij. Kjo është kryesore. Si po e ndjen suksesin e fëmijëve tu tani, që e kanë? Oh, është gjë e bukur që merren me piano. Janë marrë dikur me piano, po kanë një përgatitje shumë të mirë. Din të njohin kompozitorët e ndryshëm, se edhe unë kam pas një jetë shumë të mirë se kam bashkëbisedu me kompozitorët e mëdhej. Gjithë jetën është një bashkëbisedim i vazhdueshëm, një dialog me to. Kënga Lule Bore, nga Simon Gjoni. Po. Ke kujtime pak? Tashi kam kujtime, ajo është një këngë e bukur që është përhapur shumë në gjithë botën, se ajo prezanton shumë mirë zemrën edhe shpirtin e shqiptarit. Edhe është kapur lehtësisht, se këngën, po se këndoj populli, s'ka në i vlerë, ta këndoj vetëm një këngëtar. Si e bendoni të ardhmen, a do të keni mundësi që të studioni End of Me për piano? Po, unë Klasë kam të tashi, kam studenta në konservator, studiojnë, ato shkojnë në shumë konkurse, i pregatis, jam shumë e kënaqur sepse marrin nga 100 pikë, kjo është gjëja
kryesore. Atëherë ju kisha thonë të gjithë fëmijëve, të gjithë ata që janë të interesuar që të vazhdojnë dhe ta dinë piano, ta studiojnë piano, ku mujnë më të gjetën? Po, unë banoj këtu në New York me një telefon, mund ta gjenë shumë shpejt. Keni faqen juaj zyrtare? Jo, kam në Facebook. Si quhet Facebooku? Jo, Hermira Gjoni, thjesht, po të shkrujnë unë ju përgjigjem. Atëherë për takoni të gjithë takoni në Facebookun Hermira Gjoni, ku mund të përcaktoni edhe klasë. Fëmijëve i bën shumë mirë të marrin mësime muzike, sidomos piano. I zhvillon shumë trurin, i zhvillon nga të gjitha anët, është një koordinim i trurit, i syve, i krave, i këmbëve, pedalit, përdorimi, se në të njëjtën kohë duhet kesh notat, çelësin e solit, të basit, të dinamikën që do t'i biesh, pedalin, është në një kohë. Sa keni të vështirë t'i organizoni këto farë koncertet që po i bani këto? Po zakonisht i organizojnë këngëtarët, edhe këto çelistët, instrumentistët edhe bëjmë pak prova se nuk ka kohë në Amerikë, edhe distancat janë të largëta, edhe koha është. Si e vlerësoni edhe sa është interesimi i madh i dëgjuesve ose i prezantimit të pianos njerëzve ta ka shumë? Gjithmonë sallët janë plot këtu në Amerikë. Ka një popullsi të madhe dhe janë shumë ardashës. Njerëzit mendojnë që Amerika është vetëm biznes dhe politik. Jo, janë shumë ardashës. Unë mas koncerteve dëgjoj gjithmonë God bless your fingers. Edhe është satisfaksioni më i madh që unë kam nga të gjithë spektatorët. Një mesazh për të gjithë shqiptarët kudo që janë në botë. Shqipëria është unë sa herë shkoj është një burim i pashtershëm i jetës tonë, edhe sa herë lexoj një gjë në Shqip, është e ndija të aromën e fjalës antare. Me qenë se sot me të vërtet keni performuar dhe keni vazhguar me pianën goxha shumë, nuk dua t'ju maja shumë, dua t'ju falenderoj shumë që me të vërtet po ndihem shumë i lumtur edhe unë që jam pranë juve, pranë një artiste të madhe që 5 dekada e ma shumë, kështu që kisha pas dëshirë, ka mundësi edhe unë e marrë në klasë të mëso? Se aduroj shumë, aduroj. Po, knajësia ishte edhe imja që ju njofta ju edhe që pata mundësin të bisedoj me ju. Faleminderit shumë. Pra të nderuar shikues kudo që jeni, është kënaqësia ime sot që isha me Hermina Gjoni, me të vërtet një pianiste për mbi 5 dekada, me i cili edhe bashorti nuk jeton, por është edhe në ndër ikonat e muzikës që ka qenë përpara. Dirigent ka qenë i papa. Pra, mirë mbeqi deri në emisionet e radhës me Noli Show, Noli TV.